Në fier aty ku horizonti nxihet nga puset e naftës dhe toka mban erën e barutit. Ekziston një ligj i heshtur që çdo banor e njeh mirë. Kush sundon këtë qytet, mban në duar fatin e gjithë jugut të Shqipërisë. Në mes të këtij peizazhi të ashpër dhe të heshtur, qëndron një burr që ka arritur të bëhet legjend dhe tmerr, Renato Saliu, ose si e thërret, rruga Renato Çami. Fantazma pa portret në një botë ku çdo fytyrë fotografikohet, çdo moment regjistrohet. Renato ka zgjedhur të mbetet një enigmë. Nuk ka asnjë foto të tij, nuk ka dasma, mbledhje familjare apo festa ku të mund ta shohësh fytyrën e tij. Çdo celular mbyllet, çdo aparat fshihet. Ai e di mirë se në botën e krimit, mungesa e portretit është armë më e fortë se Kallashnikovi. Çami lëviz mes njerëzve si fantazma. Mund t'i jesh ulur përballë tij në tavolinë dhe të mos e dish se po darkon me arkitektin e vdekjes. Banorët flasin për të me frikë dhe respekt. Rrëfimet e tyre janë mes të vërtetës dhe legjendës. Në rrugët e Fierit vetëm zhurma e makinave dhe era e naftës tregojnë se dikush që nuk shfaqet, po kontrollon gjithçka. Pushteti i Renato Çamit nuk u ngrit brenda një nate. Ai u ndërtua mbi një trini të pathyeshme: para, politik dhe ushtri. Përmes kompanisë AG1 SHPK, tenderat publik të Bashkisë së Roskovecit u kthye në karburant për makinerinë e tij ekonomike. Por betoni dhe kontratat ishin vetëm fasada. Në sipërfaqe ai po ndërtonte një rrjet të pathyeshëm që do ta bënte emrin e tij legjend dhe tmerr për çdo që guxonte t'i dilte para. Flitet se nën umbrellën e pushtetit të lartë politik, me mbështetjen e heshtur që vinte nga Tirana, Çami arriti të kontrollonte rrugën drejt Vlorës. Ai nuk është thjesht një bos lokal, është njeriu që dyshohet se ka kthyer jugun e Shqipërisë në një autostradë private droge, ku asgjë nuk lëviz pa lejen e tij. 1.2 milion euro për një kokë, kur penduarit e drejtësisë si Nureddin Dumani filluan të flisnin, doli në dritë e gërsia e planeve të Çamit. Ai nuk kursente asgjë për të eliminuar pengesat. Indrit Dokle dhe Ben Qimja. Për të nxjerrë nga loja dy prej emrave më të rëndësishëm të krimit, mbi tavolinë u hodhen 1.2 milion euro. Një shumë maramendse që tregonte se asgjë nuk ishte e shtrenjtë kur bëhej fjalë për pushtet absolut. Gjahu i Dokles. Ky nuk ishte thjesht një konflikt të rruge. Ishte përpjekja për të fshirë çdo autoritet që mund t'i bënte hije sundimit të tij. Çami nuk falte, nuk harronte dhe nuk linte gjurmë që mund të ktheheshin kundër tij. Lufta me Boriçët dhe rrethimi i Fierit edhe familja e tij nuk mbeti jashtë kësaj vorbulle dhune. Për të goditur Agim Boriçin, Çami përdori gjakun e tij, duke instruktuar nipin që të ndiqte çdo lëvizje të shenjestrës. Në prillin e vitit 2018, breshëritë e Kalashnikovit mbi lokalin e Boriçit ishin deklarata e fundit e luftës. Makinat që digjeshin në periferi ishin shenja që Renato linte pas çdo atentati një mesazh zjarri për çdo që guxonte t'i dilte para. Në rrugët e qytetit, atmosfera ishte një përzierje frike dhe respekt. Banorët flisnin me zë të ulët. Një shikim i gabuar, një fjalë pa përshtatshme, mund të ishte ftesa për një fund tragjik. I detyruar të largohej nga Fieri, Renato u ngujua në Tiranë, por ai nuk jeton si i arratisur. Lëviz me një eskort që do ta kishte zili edhe një kryeministër, ushtarak dhe oficer policie që shërbejnë si truproja të tij. Paradoksi më i madh shqiptar, njeriu që spaku e kërkon për vrasje me pagesë dhe trafik droge, mbrohet nga vetë uniformat e shtetit. Në Tiranë, Çami është më shumë se një legjend, është një fenomen që sfidon ligjin. Kryeqyteti është kthyer në kështjellën e tij, ku vetëm pak të afërm dhe besnik kanë qasje në botën e tij të errët. Çdo lëvizje e tij është një lojë strategjike, çdo shikim dhe fjalë janë arma të heshtura që mbajnë qytetin në frikë. Fier, qyteti i varreve të heshtura në Fier, flitet se vrasjet që raportohen janë vetëm maja e icebergut. Ka një listë gjatë njerëzish të zhdukur që nuk figurojnë në asnjë raport policie. Familjarët heshtin, ata nuk kërkojnë drejtësi sepse e dinë se kërkimi i vërtetës është një ftesë për vdekje. Në puset e Haresës të Fierit, trupat treten, ndërsa pushteti i Çamit rritet i pandalshëm dhe i frikshëm. Përplasja e titanëve, hija kundër piedestalit, por qetësia po thyhet. Kundërshtari i tij i betuar, Arben Isufaj Ben Qimja, nuk pret më. Pas ekzekutimit të Demir Bekës, autoriteti i Ben Qimes është ngjitur në piedestal duke sfiduar hapur sundimin e Çamit. Dy bosa të përgjakur, dy strategë të pandjeshëm, tani matin forcat
Lufta ka hyrë në fazën e saj më të egër. Në mes qëndron qyteti i Fierit, qyteti i naftës dhe frikës, qyteti i varreve të heshtura. Kush do të mbijetojë? Fantazma pa fytyrë e Tiranës, apo bosi që po përpiqet të rifitoj terrenin e tij në Fier? Pyetja qëndron pezull në ajër, ndërsa plumbat, kontratat, hije dhe piedestale ndajnë këtë tokë mes legjendës dhe tmerrit, dhe ndërsa nata zbret mbi qytet, puset e naftës ndriçojnë si sy që vëzhgojnë gjithçka. Në këtë tokë, ku heshtja është ligj dhe frika është monedha, vetëm një gjë është e sigurt, një betejë po zhvillohet dhe vetëm më i zgjuari do të mbijetojë.